se shoqëria ka nevojë për shembuj, ka nevojë të bëjë një punë të jashtëzakonshme. Luan kapaj, përgjegjësia dhe dashuria për detyrën janë vlera e sezonit të zjarreve, në një periudhë kur mirat armin për një vatër zjarri apo të vijë një thirrje për kërkimin e zhvilluar në shtator apo tetor, kur ritmi i sezonit, por zgjodhen me veti pikërisht këtë moment. Mirënjohje u shpreh në mes të përballjes dhe jo pasi gjithçka ka përfunduar në ngjarje. Sot jemi këtu për të vlerësuar dy energji Kysolako. Dy njerëz që nuk kërkojnë, janë aty çdo ditë ku ka nevojë për ta. Heroizmi nuk është gjithmonë një akt i madh i vetëm, shpesh kur rreziku është real. Vlerësimi për terren për të mbrojtur komunitetin. Por kallen me rrezikun dhe mbajnë disupe përgjegjësi të mëdha. Motivacionin për përkushtimin e palodhur në ruajtjen dhe administrimin e zonave tona të mbrojtura gjatë situatave emergjente, në mbrojtje të jetëve të njerëzve.